Kardinali shqiptar Ernest Simoni kremtoi meshën e shenjtë në katedralen e Shën Shtjefnit në kuadër të 70-vjetorit të shugurimit të tij meshtarak. Në këtë meshë solemne morën pjesë dhjetëra besimtarë, të cilët u bashkuan në lutje dhe falënderim për jetën dhe shërbesën e gjatë të kardinalit. Gjatë homelisë, kardinali emeritus theksoi rëndësinë e kthimit nga Zoti, duke apeluar për më shumë besim dhe respektim të fjalës së Krishtit. Ja kushton për ti së zbekume, djenë më dhasha, për më projët për i kretëve të jafë që ka hapë gojnë vetë, sa mari i Everestit, të të një medhëna që duke të atë. Më ledhë menë vlasën e votra. Çdo ditë të jetë, si thotë Shaugustini, një vi e artë që të përcjallë ditën kur dalim para Krishtit ditë e ndërmimit. E Krishti u tregon të hangër e të pi, e me pesh, e me shumë e pesh, e me të mrekulli, se thot pi dhe së me pesh, më të vesë, se kam zakon që të bërë me fjallën e Krishtit. Feja, pa vepra, pa mrekulli, nuk ka vlerë. Përse, duhet me vërtetu, me synë tonë, edhe thjeshtë, pa nërsisht nga bota shkencuar që më të kemi, se shkenca hinore, filmi të ndijes, ashtë me darë zotë të shkrimë shajnë. Ai u shpreh se largimi nga vlerat fetare dhe shpirtërore po ndikon drejt për drejt në shtimin e konflikteve dhe përçarjeve në botë. Me rastin e këtij jubileu të veçantë, famulitari i Shkodrës, Vlla Shpalaj, përcolli urimet dhe vlerësimet për figurën dhe kontributin e kardinalit Simoni ndër dekada. Mbroj vazhdimisht, por të lutemi o Zot, ato që me mirësinë tande i ke pështuar, që të shërbujnë në saj punimeve të mirit tënd, t'i gëzohen gjallës e tij që jeton e mbretëron në shtypin e shtypjeve. Vllazën e motra, përpara se të marrim lutjen e eksorcizmit, përpara se të marrim edhe bekimin nga kardinali që pat me hirin me pas në këtë meshë të shenjtë, me udhëheq, edhe për këtë surprizë të bukur që na bëni, sepse nuk e dishim se do të kremtojnë meshën këtu katedrale, ka dashur që të kremtojnë meshën së bashkut me ne, së bashkut me njerëzve, e jo në një kapelë në një peshpi, prandaj e falenderojmë nga zemra, edhe për atë shenjtë mrekullueshëm që Zoti përcjell nëpërmjet jetës së tij, sepse kardinali është në ato ditë të gëzueshme të kremtimit 17 vjetorit meshtërisë, por njëkohësisht ka edhe 98 vite, plot me energji, plot me fuqinë shpirtit shenjtë, sepse siç duket dora e Zotit dhe ndërmjetësia e Zotit bekume nuk e lan kurrë vetëm. Prandaj nga zemra, edhe në emrin e çdo njeri për jush, si famulli ju urojmë plotësinë e shëjtnisë, plot vite tjera, e Zoti siç ka bërë deri tash, të pas të bën një instrument që të bën ato pritët e skeqjes për mendjes së zemrës së shumë kujt. Pas meshës së shenjtë, aktivitetet vijuan me një koncert nga kori fondacionit Fondacioni Kardinal Bartolucci, i cili çeli një tur koncertesh në nder të kardinalit shqiptar. Rrugëtim artistik do të vijojë me ndalesa në Prishtinë dhe Tiranë për të përmbyllur në katedralen e Shënën Terezës.